Ditëve të fundit doli nga shtypi vepra më e re e autorit magjistër Nexhat Mehmeti me titull Përmbledhje, dorëshkrime dhe kujtime. Kjo është vepra e 9 me radhë e magjistër Nexhat Mehmetit, e cila vjen si rrjedhojë e jetës shumëvjeçare në arsimimin dhe edukimin e gjeneratave të reja të autorit Nexhat Mehmeti në aktivitete të shumta arsimore, kulturore, shkencore, shoqërore të tjera. Pra në faqet e këtij libri do të gjeni shkrime të pabotuara gjermëtani e të botuara në vepra të ndryshme, gazeta, revista për kujtime, shkrimtarësh, simpoziume, akademie, konferenca shkencore, poezi, recitale me motive të ndryshme, kujtime të paharruara nga jeta njerëzore e të tjera. Po ashtu kjo vepër vjen si rrjedhojë e jetës shoqërore, ekonomike e politike, si dhe rrjedhojë të gjithë kësaj jete që sillet vërdall rreth botës njerëzore me hallet, vuajtjet, mërzite, lodhjes njerëzore të kësaj bote të çuditshme, e cila dita ditës po krijon pasiguri, padrejtësi, varfëri, vuajtje, urrejtje, mjerim, halle, çmenduri, të cilat të gjitha këto kanë qenë e janë pjesë e çmendurisë së politikës ditore, thot autori magjistër Nexhat Mehmeti, i cili vazhdon se bota njerëzore sot duhet të përqendrohet në një shoqëri dhe politikë të shëndosh, ku do të mbizotrojë liria, drejtësia, dashuria, respekti, besnikëria dhe sinqeriteti. Në parathënien e këtij libri, autori po ashtu thot se shoqëria dhe politika e vërtet duhet të jenë në shërbim të njerëzimit, duke vlerësuar e çmuar punën e drejtë të tij. Ndoshta nuk ka nevojë që të ndryshohet kjo botë, ndoshta ajo është shumë e bukur, por ne jemi ato që nuk dim të jetojmë me ato padrejtësi që i bëjmë, dhe jemi po ne të cilët duhet të ndryshohemi në punët dhe veprimet tona që bëjmë. Vepra në fjalë na kujton se më shumë kemi mësuar nga mësuesit e nga miqt, por më tepër kemi mësuar nga përvoja e urtësisë së pleqjve të jetës dhe armiqt. Në përfaqet e këtij libri, ju lexues të nderuar, do të keni mundësi të njiheni me dashurinë njerëzore, urtësinë, dijen, mençurinë, këshillat dhe kujtimet e jetës, lumturinë, jetën, dashurinë, shëndetin, të vërtetën, amanetin e të tjera. Dhe në anën tjetër me urrejtjen, padrejtësinë, politikën e çmendurisë, hallet e vuajtjet e popullit, smundjet, fatkeqësitë, shpërnguljet e rinisë, papunësinë, mjerimin, lotin e dhimbjes, varfërinë, mjerimin shoqëror, mërgimin si plagë të pashërueshme, diskriminimin e të tjera. Pra të gjitha këto dhe shumë thënie të tjera janë pjesë e këtij libri që në veten e tij lufton të mirën nga e keqja, drejtësi nga padrejtësia, liri nga robëria, të bukurën nga e shëmtuara, punësi nga papunësia, intelektuali nga ignoranti, të dituri nga i padituri, luftën nga paqja, vuajtjet dhe dhimbjet nga gëzimi, ku të gjitha këto shihen në shkrimet e këtij libri si mendime të shkurtra me kuptime të mëdha, këshilla për të rinjët në botën e rrejshme, urtësia e pleqjve, ironia e detarizmit, momente nga jeta njerëzore e të tjera e të tjera. Të gjitha këto dhe shumë të tjera përshtatur në kushtet e rrethanave tona mund të kurorëzojnë të arriturat të larta. Duke dhënë në zbatim përvojën pozitive të së kaluarës, do të ecim kujdesshëm drejt rrugtimit të shtigjeve të dashurisë, mirësisë, urtësisë e drejtësisë njerëzore. Pra libri në fjalë është jo vetëm vepër e një jete të vërtetë, por edhe një libër mësimi që ndihmon njeriu me gjet vendin dhe rrugën e vet të vërtetë të drejtë gjatë jetës. Thot ndër të tjerat autori i kësaj vepre magjistër Nexhat Mehmeti në parathënien e këtij libri.